Pa dyshim jeni shumë besimtar, mes nesh ka dhe besimtar të flakt, dhe unë doja t'ju bëja një pyetje kështu, por pa e hapur librin dhe pa kërkuar, doja t'ju pyesjeve me aq sa dini, pra në përgjigjen e parë. Nuk mund t'ju kontrolloj, kështu që do t'ju bëj pyetjen dhe ju përgjigjuni në bazë të njohurisë që keni, pa gënjur veten ose ne. Sa herë përmenden fjalë inkurajuese në Kur'an dhe sa herë përmenden fjalë inkurajuese në Bibël. Pra në librat e shenjtë, sa herë përmenden fjalë inkurajuese? Mund të më thoni? Dhe cilat janë këto fjalë? Do të dëshiroja një komentin tuaj këtu, sepse ky është një argument thelbësor. Do t'ju them se përse. Si gjithmonë, kush ka harruar dhe nuk i ka bërë like faqes, le t'ja bëj like faqes që të shihemi sërish, sepse këto janë argumente që nxisin dijen e njeriut, ndërkohë edhe na ndihmojnë në jetën tonë të përditshme. Tani, për ata që janë pak të informuar, dua të nënvizoj që librat e shenjtë kanë ndihmuar njerëzimin, sepse fal librave të shenjtë që njerëzimi mori dijen, mori dijen nga librat e shenjtë, sepse më përpara nuk kishte lexime kështu që të si në shkollë sot. I kishin vetëm ose priftërinjt ose xhallarët. Dhe ata mësonin njerëzimin. Kështu që fal atyre librave ne kemi ardhur këtu, bëm zhvillimin ton, sepse shkenca dhe besimi kanë ecur paralel. Paralel kanë ecur. Dhe unë doja t'ju pyes edhe një herë që duhet të dini që në qoftë se dikush nga ju e mban mend listën e këtyre si mund të quhen ato, leva të Arkimedit, për sa i përket jetës, unë sinqerisht do ju falenderoja pa mas, sepse, siç ju thash, kanë qenë pikërisht besimet fetare, librat e besimeve fetare, që kanë bërë zhvillimin e njeriut. Dhe kanë qenë pikërisht ato fjalë që janë aty të shkruara. Normal që dikur nuk ishin kaq sa sot, sepse janë shtuar. Një pjesë e madhe prej tyre janë shtuar ndër vite. Por, sidoqoftë, në hapat e para, ka patur disa pika thelbësore. Duhet të dini që kur u harrua njeriu, se po pret çunat, duhet të dini që kur ka harruar njeriu, ndodhen disa evoluime në racën njerëzore. Dhe ai me kalimin e kohës padyshim i harroi se kush ishin këta hibrid, si mund të quhet, që i dhanë shtytsen njeriut për të ecur përpara, sepse zhvillimi u bë nëpërmjet disa njerëzve. Dhe këta njerëz i morën këto dituri nëpërmjet një kontakti që kishin. Pra me thuajeni si të doni, me Zotin, me Perëndin, me ëngjëjt, me si të doni. Por këta i dhanë zhvillimin njeriut. Dhe kanë qenë pikërisht ato fjalë të asaj liste që unë ju kërkova, që janë mbështetur këta njerëz. U kanë dhënë ndihmën këtyre njerëzve, sepse janë mbështetur në ato fjalë. Unë do t'ju them vetëm disa nga ato. Për shembull, kurajo për këtë, kurajo për atë, do t'ju ngacmoj, sepse nuk i di të gjitha, normal, por unë dua t'ju ngacmoj. Është pra pikërisht kurajua që gjendet brenda këtyre librave që u ka dhënë kurajo njerëzve. Sepse, pse po e them këtë? Sepse njeriu, nëse ti nuk i jep kurajo, nuk ecën përpara. Njeriu në vetvete është parazit. Ti nëse la aty njeriu aty rriej, as nuk mëson, as nuk bën asgjë, bile nëse je për të ngrënë, ha aty, bën çfarë edhe rri aty. Bile mund të bëhet njeriu gjëja më e pistë. Kafshët punojnë, njeriu jo. Njeriu është i detyruar që punon, por njeriu nuk punon. Nuk ka atë ndjesinë që thotë të shkoj, sot do shkoj në punë, sot do bëj këtë. Jo. Sepse e ka në natyrë, është ne kemi shumë me kafshët, okej, por ne jemi të ndarë nga kafshët, sepse kemi disa gjëra, për shembull, ne jemi parazit kundrejt kafshëve. Kafshët jo. Dhe po thoshe që janë pikërisht disa fjalë të rëndësishme që i kanë dhënë kurajon njeriut. Kurajo për të punuar, kurajo për të ecur përpara, kurajo për çdo gjë. Dhe në bazë të këtyre fjalëve, njeriu gjeti vetveten, gjeti jo vetëm ato levat që ju thash më përpara, por gjeti vetveten thjesht si njeri, sepse nëse kemi ardhur në këtë tokë, ka një përse. Njeriu nuk e ka gjetur përsen, por nëse po sikur ajo përsea të jetë pikërisht ky kërkimi, pra që njeriu të kërkoj.
po sikur të jetë kjo. Sepse deri tani ne nuk kemi gjetur përsen. Pse jeton njeriu, pse ekziston, pse jemi këtu. Pra të gjitha këto pikpyetje, po sikur të jenë lënë qëllimisht që njeriu të kërkojë në vetvete. Pra të gjitha këto i keni nëpër librat fetar. Po. Dhe kjo është bukuria që njeriu nuk duhet të qëndroj pas disa fjalëve të thënë nga dikush sepse i dëgjova kështu. Por të hapi vetë dhe të lexoj, sepse duke lexuar vetë do kërkoj dhe do gjej më shumë përgjigje nga ato që ai mendonte, sepse secili prej nesh ka një intelekt ndryshe nga tjetri. Dhe ne nëse do dëgjojmë priftin çdo ditë apo do dëgjojmë hoxhën çdo ditë se çfarë thot, ai mund të gaboj, ose dhe sikur mos të gaboj, ai do thotë të njëjtat fjalë. Por ti nuk je i përqendruar dhe ti kur lexon, nga momenti që lexon fillon të nxjerr kuptime dhe i jep një bot kuptim tjetër, jo vetëm asaj që është shkruar, por edhe jetës tënde. Ndaj unë doja t'ju ngacmoja sot, sepse doja t'ju jepja pak kurajo, që kurajo është e rëndësishme. Për mendimin tim, edhe pse dëgjuat atë video sot që e bëra, nuk mund të bëhet një luftë. Janë vetëm pallavra, do kërcas në një çik këtu, një çik atje, por në një luftë e madhe nuk mund të bëhet. Nuk mund të bëhet sepse është kundër tyre. Është kundër atyre që kërkojnë të bëjnë luftë, që të pasurohen. Por vihet në rrezik edhe stabiliteti i tyre. Dhe ata, duke patur nën kontroll paranë dhe çdo gjë, si do prodhojnë? Prodhojnë nga luftarët, dakord, por jo të shkatërrohet totalisht. Kështu që mos keni merak për këtë dhe ju falenderit që sepse lexova shumë komente, ju falenderit sinqerisht, ju falenderit që të gjitha ato komentet në atë videon në mëngjes që bëra në mëngjes. Dhe po them që nuk mendoj që ka luftë. Megjithatë, doja të thoshja që si përfundim duhet kemi kurajo. Kurajoa është dhe shpresa. Shpresa është gjëja kryesore. Pra unë shpresoj që mos ndodhë gjë. Shpresoj që t'ju shoh sërish, shpresoj sepse ju dua fort, shpresoj që çdo gjë të shkojë mirë dhe të punoni mirë, të jeni të lumtur, gjëja më kryesore, sepse kjo është dëshira ime më e madhe. Ju nuk e keni kuptuar akoma që jeni 40.000 këtu, por mua më bëhet zemra mal sepse nuk jam televizion, nuk është një kanal televiziv, nuk bëhen diskutime drejt dikujt që janë 100.000 njerëz në një kanal televiziv, por diskutimi bëhet direkt me mua dhe unë jam i plotësuar në këtë diskutim që bëjmë këtu në këto video tona, sepse do të thotë që ka respekt të madh nga ana juaj dhe unë ndaj ju dua pafundësisht dhe ju dua fort dhe ndaj doja që, se atë që thash më përpara, që dëshiroj që t'jeni të gjithë të lumtur, gjëja kryesore, të gjithë të lumtur dhe t'ja kaloni mirë. Kjo është e rëndësishme. Dhe do vi një ditë që unë jo vetëm do t'jap një kontribut i tillë si ky që po flas tani, por edhe në një forum tjetër. Nuk mund ta them tani, por edhe në një forum tjetër. Kontributin të gjithë juve që gjendeni këtu, në këtë faqe po flas. Mbajeni mend këtë fjalë, shumë shpejt. Megjithatë unë ju përqafoj, pres komentet tuaja dhe çfarë mendimi keni për ato, pres fjalët që ju mendoni, siç thash, në Kur'an dhe në Bibël. Cilat janë fjalët që janë më shumë inkurajuese, fjalët më shumë të shumë përmendura, okay? Ato më shumë të përmendura në Kur'an dhe në Bibël. Pres që ti lexoj, okay? Jam kurioz edhe unë, kështu që unë do mësoj edhe nga ju. Hajde, kalofshi bukur.